Janë edhe dy pika tjera që kisha pas qef me ditë më shumë prej jush se çka keni bërë për këto. Përmirësimi i shërbimeve të profesioneve të lira, domethënë notarëve, avokatëve dhe përmbaruesve privat, edhe për parandalimin dhe adresimin e dhunës në familje ndaj grave dhe me bazë gjinore. Po, ndëlidhem me dhunën familje direkt se menoj që është shumë e rëndësishme, për shkak se për herë të parë qeveria ka marrë përgjegjësinë raport me përgjegjësitë që ka për adresimin e dhunës në familje, dhunës me baza gjinore, kemi pas një program qeverisës, me krahasu me programe tjera asnjëherë s'ka ndodhur diçka e tillë. E kemi thënë, dhuna në familje nuk është çështje private, nuk duhet mbetet e izoluar, përgjegjësinë duhet ta marrin institucionet. Në këtë drejtim ne përveç se kuvendi ka miratuar ligjin për parandalimin e rasteve dhunës në familje, ne kemi themeluar sekretariat në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, kemi ashpërsuar dënimet në rastet e dhunës në familje. Për shembull, persona të cilët ushtrojnë dhunë familje për një kohë, varësisht që cakton gjykata, nuk mund të punësohen në institucione. Kemi adresuar edhe çështjen e programit për kryerësit e dhunës në familje, sepse mendojmë që duhet punohet enkas edhe me kryerësit e dhunës në mënyrë që ata kur të përfundojnë dënimet, tashmë ky program është bërë në bashkëpunim me Këshillin e Evropës në Dubrovë, po ngutem për shkak të kohës, po më jeni shumë keq që po flas kështu shpejt, por kemi avancuar në këtë drejtim, kemi bërë hallkat elektronike për dhunuesit, pra në momentin kur gjykata vendos një person që nuk guxon më u afru viktimës, vendoset një hallkë elektronike në këmbë në mënyrë që të përcjellet që mos kemi raste ku ai afrohet viktimës dhe tenton ta sulmojë atë. Kemi bërë masën për punësimin e viktimave dhunës në mënyrë që t'i pavarësojmë viktimat e dhunës në familje për shkak se gjendja e tyre financiare në të shumtën e rasteve është e rëndë. Po ashtu jemi duke punuar edhe për strehimore të reja. Planifikimet janë që të bëhet një strehimore në veri për shkak se s'ka strehimore në veri. Ka pas më herët, por nuk ka qenë licencuar. Ministria e Drejtësisë nuk ka mundur që ta mbështes. Kemi mbështetur strehimoret që strehojnë viktimat e dhunës në familje. Ajo që unë sot kam vërejtje dhe vazhdoj të flas me zë të lartë në këtë drejtim është që dënimet nuk janë të ashpra në raport me dhunuesit, por po ashtu edhe ka shumë raste që ende dhunuesit prokuroritë themelore në Republikën e Kosovës i lirojnë në procedura të rregullta. Prandaj raporti i progresit po thotë që sistemi aktual mbetet i pamjaftueshëm për me parandalu dhe me luftu në mënyrë efektive dhunën në bazë gjinore, veçanërisht sa i përket dhunës në familje, për të mbrojtur viktimat dhe për të mbështetur reintegrimin e kryerësve. Qëndrimet thellësisht rrënjosura patriarkale vazhdojnë të përjetësojnë stereotipe gjinore dhe të pengojnë përparimin drejt barazisë gjinore. Po, ka pas përpjekje, ka pas avancim, po puna nuk duhet ndalet. Për shkak se kur përballesh me mentalitet patriarkal, kur dikush mendon që ka të drejtë, domethënë e trajton gruan apo vajzën si objekt apo si pronë, natyrisht që duhet punë e madhe për ta ndryshuar këtë mentalitet, por ka pasur veprime sikur më parë në këtë drejtim, madje edhe nga gjitha organizatat që merren me këtë çështje, vendore dhe ndërkombëtare është vlerësuar puna që ka bërë Qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim.